Arkivi i Bashkisë Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut ka nisur procesin e mbledhjes së dokumenteve historike që dëshmojnë kontributin e jashtëzakonshëm të xhamive, hoxhallarëve dhe këshillave të xhamive në pritjen dhe përkujdesjen ndaj refugjatëve nga Kosova gjatë luftës së viteve 1998-99. Thirrja është drejtuar të gjitha myftinive. Myftiu i Tetovës, Selver Xhemaili, për televizionin Koha, thotë se kjo nismë buron pas një memorandumi bashkëpunimi midis Bashkisë Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut dhe Institutit për krime lufte në Kosovë gjatë periudhës 98-99. Me fakte në vendlindjen e tyre, gjithsesi në vendin ku veprojnë dhe punojnë, çfarëdo lloj dokumenti, argumenti, fotografi, regjistrime të bashkëadhetarëve tanë gjatë kësaj periudhe që kanë qëndruar këtu te ne në Maqedoni, të regjistrohen, të faktohen, të argumentohen dhe dorëzohen nëpër muftinitë përkatëse. Pastaj muftinit këto materiale të tubuara i dorëzojnë në riaset, gjithsesi në Kryesinë Qendrore të Bashkisë Fetare Islame, dhe pastaj Bashkia Islame u dorëzon institutit që përmendëm pak më lart. Myftiu Xhemaili thotë se në atë periudhë një prej organizatave më aktive dhe më e organizuar që është marrë me çështje humanitare në fund vitet e 90-ave ka qenë organizata në kuadër të BPI-s El Hilali. Nga kjo pikpamje thotë se xhamitë dhe këshillet e xhamive të vendbanimeve shqiptare mund të posedojnë dokumente të vlefshme që dëshmojnë solidaritetin e kohës. Potencialisht mendojmë se ka argumente, dokumente arkivore edhe nëpër xhami edhe nëpër këshillat e xhamive, dhe tani kjo iniciativë është për tubimin e tyre dhe për arkivimin e të gjitha këtyre të dhënave. Pra, ka mundësi të shikohen listat të mysafirëve, siç është quajtur me fjalorin e asaj kohe refugjatëve, për ne mysafir kanë qenë, listat të refugjatëve o familjeve të strehuara në vendbanimet tona këtu në Maqedoni, kudo që kanë qenë, sa ka qenë numri i tyre, sa ka qenë me një fshat, me një lagje, me një mahall, ose nëse do gjejmë edhe dhëna edhe nga kampet asaj kohe, pastaj fotografi apo materiale të ngjashme me atë periudhë. Myftiu i Tetovës, Selver Xhemaili, thotë se në atë periudhë është bërë një punë shumë e madhe me mikpritjen që është bërë refugjatëve nga Kosova, dhe kjo punë e madhe duhet të shënohet, të regjistrohet, që ta mbajë mend historia dhe të mos kalojë në hares. Dokumentet e mbledhura do t'i dorëzojnë Institutit për krime e lufte në Republikën e Kosovës në emër të shqiptarëve të Maqedonisë.